Patjetër. Do të vënë në gjyq. Kështu që për të prerë këta, edhe për të qenë, atë themi do vëmë në Europën. Duhet të kemi si Europë. Duhet të kemi si Europë, me dokumentacionet e të gjitha. Për këta, unë kam bindje, për shembull. Po këta edhe nuk dëgjojnë, nuk dëgjojnë, ju duket sikur i dinë të gjitha. Po me një strukturë të vogël, me 5-6 veta, brenda 2 vitëve këtë stokë e standardizon dhe mbeten shumë pak. Do të vullnet, këmbgulja dhe punë reale për të reguluar këtë gjë. Dy shifra dua, nuk di pensioni mesatar edhe një shumë shkurtimisht nëse kujtojmë sa është. Pensioni mesatar sot llogaritet në zonat urbane, që është pension më i lartë, është rreth 190.000 lekë sot. Mesatarja, sepse dhe në zonat urbane. Sepse shumë do të kuptojmë një gjatë, në ndjeshmërinë e tyre, ata njerëz që përfitojnë pensione nga 300.000, nga 400, nga 500.000, të çfarë thotë ky? E vërtet është. Atëherë unë duhet të them dy gjëra. 120.000 qytetarë marrin pensione rreth 100 euro. Rreth 100 euro. 120.000 qytetarë pensione 100 euro. Ndërsa 541.000, ku futen edhe këta 120, 541.000 qytetarë marrin pensione nën 180 euro. Nën 180 euro. 521.000. Kjo bën nga gati 630 apo ja po e themi dhe 650. Është shqetësuese sepse këto do t'i shikoj sipas grupeve që përfitojnë për të nxjerrë edhe konkluzionin, për të nxjerrë atë që quhet pension mesatar. Nuk mund të flitet kështu domethënë. Po jo, shumë e vërtetë është. Që të them unë për shembull që jam shumë dakord. Do të jenë 400 euro, do të jetë pensioni dhe të kanë frenuar ata që paguajnë sigurime shoqërore më shumë, nuk marrin nga nuk marrin, po. Dhe presin që të rriten këto të tjerat, po edhe ato sikur të rriten me këtë pension mesatar pas 4 vjetëve do të rritet 30.000 lekë të vite. Para se të marrin bisedën e parë, këta që i bëjnë këto ligjet dhe këta tek të cilët kanë sytë qytetarët, sa marrin vetë pension, pra këta ligjvënësit. Tash unë më shprehur në një televizor, kam shkruar edhe në gazetën Telegraf dhe në gazetën Sot, në lidhje duke titulluar kështu, duke një lloj shumë se nuk rriten pensionet. Domethënë duke shikuar faktorët kryesorë që ndikojnë edhe që mund të përmirësohen. Njëkohësisht kam marrë edhe me emra dhe detyra në të dy krahat e politikës. I kam marrë në të dy krahat dhe rezultojnë që ka pensione, jo më pak se 2,5 milion ata që ju ka ardhur koha për pension, dhe nëse do të ushtronin të drejtën për të përfituar pension, do mirënin mbi 2,5. Që janë ende në politikë dhe nëse do të ushtronin pensionin, do mirënin mbi 2,5 milion të vjetra. Po. Mbi 2 milion gjysmë të vjetra. Desa ata që kanë dalë, 2-3 figura, që mos i përmendim me gjithë ka përmendur në aty. Jesh ligjvënës deputet. Kuvendit popullor e ka patur 2,6 para 3 vitëve, sot e ka mbi 3. Mbi 3 milion lekë pension. Mirë, të mbete. Edhe këtu, unë kam qenë 3 milion lekë pension. Gati shko nga sta roga ati. Në takime që bëm pensionistët me grupet e djathta. Dhe kam ngritur e si përve, si shpegohet që ju të tërë jeni dakord ngrini dorën për pensionet tuaja. Si nuk shikoni një që poshtë edhe të shikosh për shumë që të ketë një raport. Nuk mund të marrë një... Pa i me 3 milion, me këtë 180 euroshin, sa fish i bje? Po i bje të pak... 15 fish. 15-20 fish. Nërkohë me pensionin social, a i merë sa një katun ditere, 33 pensione me një deputet. 33 pensione, a i që ka tek 3 milion lek.